Netanyahu soykırım suçunda zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır. Üstelik bu saldırılar İran'ın nükleer müzakereleri devam ederken düzenlenmiştir. Kendisi nükleer silahlara sahip olan, üstelik nükleer çalışmalarında hiçbir uluslararası kuralı tanımayan İsrail, müzakerelerin bitmesini beklemeden, sonucu beklemeden tam olarak terör eylemi gerçekleştirmiştir. Ky ishte pra Tayyip Erdogan, i cili e ka përsëritur sulmin verbal ndaj Netanyahut dhe ndaj luftës Izraelit fillimisht në brezin e Gazës, kundër Palestinës, praktikisht kanë patur, si thua, mbështetësin e çështjes palestineze, kryesisht me fjalë. Por rasti i Iranit është akoma dhe më radikal dhe për arsye sepse, si thua, tani më bëhet fjalë për një shtet madh, i cili në një formë ose një tjetër rrezikon të prodhojë destabilizim shumë të madh që e prek afër ndoshta dhe Turqinë. Por gjëja që ka bërë më përshtypje ka qenë misteri i 2-3 aeroplanëve cargo kinez, të cilët në moment saktuar ju është ndezur ajo, si quhet, goxha sponderi? Transponder. Po. Pra dhe kanë qenë duke zbarkuar dhe duke shkarkuar. Është fikur transponder. U fik, po. Dhe kanë hyrë në hapësinë e Iranit, po. Dakor. Shala, mendon që Kina mund ta bëjë këtë kashëllëk dhe të çojë armë në Iran? Dhe Erdogani është kërcënim serioz apo është retorik për botën myslimane, që thotë që shiko se ne jemi në krahun e vllazërisë myslimane etj dhe jo se thua të krahun e këtyre tjetër. Po politikë të brendshme apo është i rrezikshëm në gjeopolitikë, këtë do të thënë. Po filloj me Turqinë një herë. Po filloj me Turqinë. Po. Turqia është në një pozicion të vështirë tani, pavarësisht se kohë të fundit domosdoshmë këtu një aktor të fuqishëm rajonal, por nuk duhet të harrojmë që një krizë dhe këmbgulja e Erdoganit është që të zgjidhet kjo krizë, sepse një krizë që mund të çojë në, nuk po themi në shpërbërjen, se shpërbërja është nuk besoj, edhe unë jam me Legionin që nuk besoj se do të arrihet, mund një krizë refugjatësh do t'i shkaktoj problemet të mëdha të Turqisë. Dihet rasti i Sirisë, ku Turqisë ju desh të priste rreth 4 milion refugjatë, po për një shtet, pavarësisht aq i madh sa është Turqia, 4 milion refugjatë janë akoma barë dhe sot një pjesë e konsiderueshme e tyre. Kështu që unë them se Turqia bën presion vazhdimisht, edhe kërkon edhe mbështetjen e botës arabe në mënyrë që Amerika të paktën mos përfshihet shumë në këtë, sepse një zgjidhje me marrëveshje, dhe ai ka ngul këmbë për marrëveshje, një zgjidhje me marrëveshje do të ishte një zgjidhje që do t'i lehtësonte shumë punë Turqisë. Pastaj është problemi kurdun, pak e besoj se ai problem mund të rikrijohet, derisa Turqia arriti që ta zgjidhte problemin kurd në Siri, i cili gëzonte mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë them që këtë me kurdet e Iranit nuk e ka problem për ta zgjidhur. Kina ka interesa strategjike dhe është një alat strategjik i Iranit. Po tani dërgimi i armëve në mënyrë të drejtë për drejtë. Nuk janë dërguar në mënyrë të drejtë për drejtë. Pjesëkëmbimi dhe çipe për raketa. Po që mendohet që janë dërguar sepse është alat strategjik dhe do i gjendet në këtë ditë.